Qytetarët dhe analistët thonë se konflikti vitit 2001 nuk ndryshoi sa duhet pozitën e shqiptarëve në Maqedoni, nga ai përfituan politikanët. Komesari Johannes Han thotë se KSZ-ja duhet të vlerësojë nëse ka kushte për zgjedhje demokratike dhe kur duhet të mbahen ato. Gjykata themelore Shkupi 1 do të vendosë në pako për të gjitha ankesat e prokurorisë speciale për mos saktimin e paraburgimit për të dyshuarit e Titanikut. Ali Ahmeti ka takuar sot Vlado Buçkovskin. Buçkovski konfirmoi takimin, por mohon të jetë biseduar për Maxar Telekomin. Mirëmbrëma të nderuar shikues dhe mirë se takohemi sërish kësaj radhe me edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Shenja. Banorët e Kumanovës dhe Likovës shprehin zhgënjimin e thellë nga ajo që është arritur që nga konflikti deri tani. 15 vjet pas fillimit të konfliktit armatosur, banorët e kësaj ane, ndër më të prekurat në vitin 2001, thonë se liderët politik dështuan që të kapitalizojnë kryengrytjen për forcimin e pozitës juridike të shqiptarëve në Maqedoni. 15 vjetori i konfliktit të vitit 2001 i ka gjetur në zhgënjim të thellë banorët e zonave që kanë përjetuar luftimet. Banorët e Kumanovës shprehen se përveç që nuk ka avancim të gjendjes së shqiptarëve në Maqedoni, shqiptarët momentalisht përballen me një situatë të mjerueshme si asnjëherë më parë. Madje sipas tyre edhe para konfliktit të vitit 2001, shqiptarët nuk kanë qenë më të diskriminuar sikurse tani. Faj për këtë sipas banorëve bie krejtësisht mbi liderët politik shqiptar, të cilët nuk po punojnë as pak në interes të shqiptarëve. Krejt që kina pas i kina humb. Kina humb. Që kina pas përpara luftës dhe përpara natën që kina pas do të mira i kina humb. Dhe që kina humb, se kina fitu hiç. Nuk kina fitu kur gjo prej liderëve të shqiptarë. Nuk kina fitu kur gjo hiç. Luft kanë dek njerëz kanë dek që kanë pas dhe atë mëhe kanë dek, që të kush ka fitu. Me hup shumë kemi hup. A me fitu kur gjës kemi fitu. Pa përpara besoj që ma mira ka se tash. Tash papunësia madhe, varfëria madhe. Gjendja shumë e keqe është. Sot po kur gjën të mira. Një ndër fshatrat më të prekur nga konflikti është fshati Mateçi i Kumanovës. Edhe banorët e këtij fshati shprehin pakënaqësinë rreth gjendjes së tyre. Ma keq kurse mi kanë. Këtë kushtet janë këqija, s'ka, që? Po për luftë kena fitu, mësme do se kena hup. Mira mo, pëse anë gjendje që shtonë shtetin që shtë njerë për njerë e kena, shka me thonë. Dodhemi këtu në fshatin Mateç të Kumanovës, fshat ky i cili ka përjetuar luftimet më të ashpra gjatë konfliktit të vitit 2001, ku dhe ka nëra shumë dëshmor. Edhe sot, 15 vite pas konfliktit, plagët dhe gjurmët e luftës janë akoma gjallë kudo në fshat. Të mlefosur ndaj pasivitetit të politikanëve shqiptar shprehen edhe banorët e Slupçanit. Fshat ky po ashtu mjaft i prekur nga konflikti. Ata madje ndjehen plotësisht të harruar dhe të injoruar nga partia shqiptare në qeveri. Sipas tyre, qeveritarët shqiptar din të paraqiten në këtë fshat vetëm gjatë periudhës së zgjedhjeve, ndërka shprehtimet që ata i japin nuk janë realizuar asnjëherë. Gjithçka që është punuar në fshat është bërë me vetë iniciativën e fshatarëve. 3-4 ura i kemi ndreqën me parat e tona. Shka janë bombardu në luft, krejt me parat e toni, se më zvetë për shpijet. Shpijet më, sa janë kanë 612 janë kanë në të prishtëpi luftës. Punësimi zero. Nuk e di se qish me thane, po me ketë njerëzit pritin prej atinve, nuk është puna që i veç votom një ju mu edhe kur mos më jora mas. Kjo më do këtë më e kam rrinë kulminacionin shka njerëzit në përbot këta, kjo është të merë për një shtet, për një parti e cilja bashkëpunon me këto, bashkëpunon vetëm se në zgjedhje. Kur gjon që të rësan hiq s'ka, hiq nuk ka kur gjon. Qire, ku janë qëto 4 druna në mes, vetëm qëto i ka mellën komuna. 50 vetë ka në ardhen me i mellë 4 druna, a 200 e kusër druna unë i ka mellën me durte mija. Pas luftë shumë keq nimi. Se në kanë trathu partit politike. Na kemi u për me njerëz, me pasëri, me ketë kemi u. Banorët thonë se konflikti ka lënë gjurmë të hidhura në këtë anë, ndërsa kjo nuk është kompenzuar me rikthimin e dinjitetit politik të shqiptarëve.
Shikuar nga prizmi sotëm, analistët vlerësojnë se konflikti vitit 2001 shërbeu vetëm që një grupi caktuar njerëzish të gëzojnë benefite qeveritare, por jo dhe për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në vend. Analisti Arsim Zekolli thotë se derisa disa përfaqësues të konfliktit atëhershëm gëzojnë pozitat politike sot, qindra ushtar dërgjen në përburgje ose nuk jetojnë më. Zekolli dhe analisti tjetër Sash Ordanovski vlerësojnë se partitë në pushtet VMRO dhe BDI vazhdojnë të keqpërdorin ndjenjat e qytetarëve lidhur me konfliktin armatosur. 15 vite më parë, filloi konflikti armatosur në Maqedoni, i cili erdhi si pasojë diskriminimit të shqiptarëve dhe mos përmbushjes së kërkesave të tyre. Konflikti përfundoi me marrëveshjen politike që u nënshkrua në Ohër, e cila duhej të implementohej deri në vitin 2005, e që edhe sot e kësaj dite mbeti i pazbatuar. Sot, kur shënohet 15 vjetori i fillimit të konfliktit, mbetet diskutabile çështja e avancimit dhe implementimit të shumë kërkesave të shqiptarëve, siç janë përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, përdorimi i gjuhës dhe flamurit shqiptar, si dhe përmirësimi i mirëqenies sociale dhe ekonomike. Arsim Zekolli, duke shprehur lavdinë dhe respektin për viktimat e luftës së vitit 2001, tha se lufta për të drejtat shqiptare nuk ka filluar në këtë ditë, duke përmendur kështu protestat e studentëve në Kumanov si dhe ngjarjet në Gostivar e Bitpazar. Fatkeqësisht, më do me lëni që t'jem pak politikisht jo korrekt dhe të them, se ne ndoshta e dim se kur ka fillu lufta në vitin 2001, apo konflikti, thaj më mirë, por është pikë pyetje nëse ajo ka mbaru. Ndoshta lufta ka mbaru për ata që sot vazhdojnë benefitet e asoj luftës në për salonet politike, e në për benefitet personale, por gjithsesi kjo nuk mund të thuhet për shqiptarët në lagjen e trimave, për dhjetra apo qindra ushtarë në përburgjet si në Maqedoni edhe në rajon. Në ndërkohë, analisti Sash Ordanovski thosë se që nga mbarimi i konfliktit e këndej, ajo çfarë ndodhi në Maqedoni, apo më saktë mos avancimi i proceseve, flet për paaftësitë e elitave politike në vend. Mendoj se Maqedonia mund të krenohet me mënyrën se si u zgjodh konflikti, me një marrëveshje politike, me një kompromis mes palëve etnike. Maqedonia nuk mund të krenohet me atë që ndodhi më pas, të themi në 10 vitet e fundit. Demokracia është një çështje që kontrollohet dhe është në test për çdo ditë. Analistët shprehen se partitë që janë në pushtet vazhdojnë të keqpërdorin ndjenjat e qytetarëve kur është në pyetje konflikti i vitit 2001 në Maqedoni. U inaugurua monumenti Shqiponjës në rrethrotullimin në Fushë Topan. Në inaugurim morën pjesë funksionarët e lartë të BDI-s dhe qytetarë, ndërsa u përcolle edhe me program artistik. Kreu BDI-s Ali Ahmeti theksoi se ngritja e Shqiponjës është një përkujtim i vlerave të luftës dhe dëshmorëve. Funksionarë të lartë të BDI-s, në mesin e të cilëve edhe kryetari Ali Ahmeti morën pjesë sot në përurimin e monumentit të Shqiponjës në rrethrotullimin që ndan komunat e Çajirit dhe Butelit. Në fjalën e tij përshëndetëse, kreu i BDI-s Ali Ahmeti tha se do të vazhdojnë të punojnë në kujtim të vlerave të luftës dhe dëshmorëve të saj. Dua t'i përgëzoj veteranët e ushtrisë lirimtare kombëtare këtu në Shkup që punuan, bashkëvepruan bashkë me shoqatën e veteranëve të UÇK-s, bashkë me komunën dhe gjitha institucionet që këtë ditë ta kujtojmë kështu të merituar, sepse këto merita i duhen dhe i ka ushtria shërimtare kombëtare. Në ndërkohë, kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhiti tha se duke falënderuar gjakun e dëshmorëve, dal ngadal Shkupit i kthehen vlerat shqiptare. Nuk e themi vetëm për fjalime dhe sa për thonë ashtu. Në sakrificën e 2001-shit dhe vizionin e Ali Ahmetit, ne sot në Shkupin e vjetër kemi edhe komunën tonë, kemi edhe flamurin tonë, edhe gjuhën tonë. Vendosja e Shqiponjës është vepër e komunës së Çajirit, ndërsa data e përurimit të këtij monumenti përkon me datën e fillimit të konfliktit armatosur në Maqedoni në vitin 2001. Vazhdojmë me temi lajmet. Eurokomisari Johannes Hahn ka thënë se Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe OSBE janë ato që do të vendosin se kur do të mbahen zgjedhjet e parakohshme. I pyetur nga Mia rreth datës së vizitës së tij në Shkup, Hahn ka refuzuar që të tregojë nëse do të vijë dhe kur do të vijë në Maqedoni. Komisari Evropian për zgjerim dhe fqinësi të mirë Johannes Hahn ka thënë se zgjedhjet e parakohshme të 24 prillit varen nga vlerësimi që do të japin OSBE, ODIHR dhe KSHZ-ja. Këto institucione ndërkombëtare dhe vendore do të tregojnë se janë siguruar kushte për mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike.
E kishim marrëveshjen e qershor korrikut të vitit e kaluar dhe pjesë e kësaj marrëveshjeje është mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme, por nuk mund t'ju përgjigjem për momentin. Gjithçka varet nga epilogu i institucioneve ndërkombëtare dhe nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, cili është vlerësimi i tyre për nivelin e pjekurisë për përgatitjen e zgjedhjeve. Më pas, ata duhet të sjellin vendim. Komisari Han ka refuzuar të tregojë nëse do të vijë dhe kur do të vijë në Shkup, edhe pse ishte paralajmëruar se Eurokomisari Han do të vinte në Shkup nga mesi i këtij muaji, ku si datë përflitej 19 shkurti, sërish është e mundur që Eurokomisari të mos vijë në Shkup dhe të mbetet ambasadorëve të Bashkimit Evropian, Ivo Oraf dhe Shëbaz Xhezbeli, që të informojnë nëse ka kushte për të mbajtur zgjedhjet ferë dhe demokratike. Nuk përjashtohet as mundësia që liderët e 4 partive politike që nënshkruan marrëveshjen e 2 qershorit dhe protokollin e 15 korrikut, Nikola Gruevski, Ivo Moros, Zoran Zaev i LSDM-s, Ali Ahmeti i BDI-s dhe Menduh Thaçi i PDSH-s të shkojnë në Bruksel dhe të takohen me Eurokomisarin Han dhe eurodeputetët. Kanë mbetur vetëm edhe 4 ditë nga fati caktuar nga ambasadorët e Bashkimit Evropian dhe Shëbaz për vlerësimin e kushteve për zgjedhje demokratike më 24 prill. Në prag të këtij afati thuajse të gjitha pikat kontestuese janë akoma në vend numëro. Grupet e punës janë larg marrëveshjes për çështjen e mediave. KSZ-ja ka filluar, por nuk ka arritur ndonjë rezultat të theksuar rreth pastrimit të listës zgjedhore. Për pikën e tretë, ndarjen e pushtetit nga partia nuk është ndërmarrë asnjë hap konkret dhe thuajse nuk diskutohet nga përfaqësuesit politik. 4 ditë para vlerësimit të ndërkombëtarëve nëse ka ose jo kushte për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare në datën e paraparme 24 prill, ende nuk ka përparim për pikat kryesore që do të jenë objekt vlerësimi: pastrimi i listës së votuesve, ligjit për media dhe ndarjes së shtetit nga partia. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka marrë të dhënat e para nga përfaqësuesit e IT sektorit. Sektor ky i përbën nga 1 përfaqësues ndërkombëtar dhe 4 përfaqësues të partive më të mëdha politike në vend. Nga KSZ thanë për televizionin Shenja se pas raportit të marrë duhet edhe një kontroll ditën e nesërme, me qëllim që t'u jepet mundësi kompanive që të fillojnë me kryqëzimin e të dhënave. Me kryqëzimin e të dhënave do të merren 3 kompani, të cilave do u duhen 3 deri në 4 ditë që të realizojnë punën e tyre. Ndërsa ndarja e shtetit nga partia mbetet tema e paprekur dhe më problematike deri më tani. Me këtë kërkohet që zyrtarët qeveritar të mos përdorin buxhetin e shtetit dhe projektet e qeverisë për promovime personale dhe partijake. Kjo dukuri u theksua së fundmi gjatë paraqitjes së ish-kryeministrit Nikola Gruevski për krah kryeministrit teknik Emil Dimitriev gjatë promovimit të projekteve qeveritare. Kjo dukuri është theksuar dhe në raportet e kaluara të Komisionit Evropian dhe organizatave të tjera ndërkombëtare. Vazhdon takimi i grupit punues ku përveç përfaqësuesve politik dhe ndërmjetësit Van Houte, këtë herë në këtë takim marrin pjesë edhe ambasadorët e Bashkimit Evropian dhe Shëbaz, Xhezbeli dhe Ivo Oraf. Ndërmjetësi belg në bisedim me Peter Van Houte para takimit deklaroi se shpreson që do të ketë ndonjë marrëveshje të mundshme për çështjen e mediave. Edhe pse nga ana tjetër, ai vlerëson se është ende herët që të përmbyllet e njëjta, pavarësisht se ka mbetur edhe shumë pak kohë deri në datën e caktuar për përmbylljen e saj. Ai gjithashtu nuk përjashtoi mundësinë për ndonjë takim të mundshëm të liderëve. It's the same thing as we are discussing already for 4 months. E njëjta gjë që po e diskutojmë tani më 4 muaj, mediat, agjencia e mediave, servisi publik, të gjitha gjërat e rëndësishme dhe asgjë tjetër. Deri tani nuk ka as pak progres të real, pasi që disa prej partive janë barikaduar dhe nuk duan progres. Por shpresoj që kjo do të ndryshojë dhe do të shohim se çka do të ndodhë sot. Liderët e partive nuk janë ftuar sot në takim, pasi që çështja është komplekse dhe e komplikuar, që të kemi vetëm takim të liderëve. Është e mundur që të thirrim takim të liderëve kur të jemi gati ta përmbyllim këtë çështje, por nuk jemi ende deri aty, ende është herët. Do ta japim maksimumin që ta zgjidhim këtë çështje, por nuk mundem të premtoj asgjë. Ju mbetet partive që të merren vesh. Lideri i LSDM Zoran Zaev tha se nuk do të lejojnë edhe një palë zgjedhje jo fair dhe jo demokratike. Ai theksoi se është mëse e nevojshme që të formon institucione të pavarura si Prokuroria Speciale Publike, ndërsa theksoi se edhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor, Agjencia për Media, Radio Televizioni Maqedonisë dhe sistemi gjyqësor duhet të çlirohen dhe të largohen kanxhat e politikës prej tyre. Institucioni i dytë i pavarur është Komisioni Shtetëror Zgjedhor, i cili deri më tani ka guxuar. Kjo përçon porosi mjaft rëndësishme se mundet me shumë durim, punë dhe përkushtim në gjithë këtë periudhë të kemi të paktën zgjedhje paravorësisht fair, demokratike dhe të rregullta, ose dhënë Zoti të kemi zgjedhje të rregullta, fair dhe demokratike. Unë derisa marr frym si shefi i opozitës, nuk do të lejoj edhe një palë zgjedhje të parregullta, po le të ndodh ç'të doj.
Deputeti Vëmëro të PMN-s Antoni Miloshovci nga ana tjetër tha se 24 prilli është datë e pakontestueshme për zgjedhjet të parakohshme pasi është saktuar me kërkesë të opozitës, e cila tani udhëheq me institucionet kyçe për organizimin e tyre. Udhëheq me KSH-n, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale dhe mendojmë se kanë të gjithë mundësitë që të marrin pjesë në zgjedhjet të cilat i dëshironin. Shteti ka obligim që këtë krizë politike ta përfundojë me zgjedhje të parakohshme, në të cilat populli do ta ketë fjalën kryesore për të vendosur dhe të tregojë mendimin e tij për rrjedhjen e ngjarjeve dhe kush e ka besimin që të udhëheqë me shtetin në periudhën e ardhshme. Gjykata themelore Shkupi 1 do të vendosë për të gjitha ankesat e prokurorisë speciale për masat paraburgimit në rastin Titanic për një herë, gjithsesi pas 48 orëve. Prokuroria speciale ka ankimuar të gjithë nënvendimet për lënje të lirë të Milena Kievskit, Edmond Temelkos, Gordan Enkullovskës, Kirill Bozhinovskit, Ismet Gurit dhe 4 personave të tjerë, duke vlerësuar se alternativa e vetme për këto vepra është paraburgimi. Gjykata themelore Shkupi 1 sot duhet të prononcohet pro apo kundër ankesës së prokurorisë speciale, lidhur me refuzimin e kërkesës për paraburgim për 9 persona të akuzuar në rastin Titanic, por në mesditë ndryshoi mendimin. Nga kjo gjykat paralemruan përgjigje pas 48 orëve për të gjithë 9 ankesat, për shkak se tashmë zyrtarisht të gjitha palët i kanë pranuar ankesat. Ankimimet për mos caktimin e masës së paraburgimit për Milena Kievskin, Edmond Temelkon dhe 2 persona të tjerë u dorëzuan të shtunën, ndërsa për Gordana Jankullovskën, Kirill Bozhinovskin dhe për 3 persona të tjerë janë dorëzuar sot, kur gjykata dërgoi vendimet deri tek prokuroria speciale. Nga prokuroria speciale për televizionin Shenja shkurtimisht njoftuan se vendimet nga gjykata penale do të ankimohen. Nga ky trup special thonë se do të vazhdojnë të ankohen deri në vendosjen e masave të paraburgimit, pasi që vlerësojnë se kështu do të pengohej kryerja e mëtutjeshme e veprave të ngjajshme, si dhe do të pengohej ndikimi në procesin hetues. Në rast se gjykata penale vërteton refuzimin e paraburgimit, atëherë prokuroria speciale ka të drejtë që përsëri të kërkojë paraburgim me prova shtesë, por vendimi përfundimtar ngelet gjithsesi tek gjykata. Deri më tani gjykata penale dhe ajo themelore e Shkupit kanë lënë të lirë ish-ministren e Brendshme Gordana Jankullovska, ish-ministrin e transportit Milena Kievski, kryetarin e komunës së Liçenasit të Shqipërisë Edmond Temelko, ish-sekretarin e qeverisë VMRO BDI Kirill Bozhinovski, Ismet Gurin i dyshuar për manipulime zgjedhore në Çajir gjatë vitit 2013, si dhe 4 persona të tjerë, emrat e të cilëve nuk janë kumtuar. Edmond Temelkos dhe Ismet Gurit iu shqiptuan masa alternative. Temelko duhet të paraqitet në gjykat çdo javë, ndërsa Gurri nuk guxon të komunikojë me persona të caktuar. Urgjentisht të formohet një gjykatë speciale e cila do të merret vetëm me rastet që do të burojnë nga hetimi i prokurorisë speciale. Ky është propozimi i lëvizjes Besa, e cila vlerëson se gjykatat e rregullta në Maqedoni janë skajshmërisht politizuara, gjë që dëshmohet me refuzimin e të gjitha propozimeve për paraburgim të 9 personave në kuadër të aksionit Titanic. Nga kjo lëvizje thonë se kjo kërkesë është e kahmoqshme dhe është shënuar edhe në platformën e partisë. Edhe pse kur në fillim shpjegonim për rëndësinë e themelimit të kësaj prokurorie speciale publike, shumë subjekte dhe individ nuk e kuptonin rëndësinë e këtij propozimi. Kjo u bë më e qartë vetëm kur para disa ditëve u bën publike proceset hetuese të iniciuara pikërisht nga kjo prokurori. Në pikën tjetër të radhës së platformës ridefinimi, menjëherë pas pikës për themelim të prokurorisë publike speciale, ne patëm propozuar themelimin edhe të gjykatës speciale, sepse kishim bindje të thellë se gjykatat në Maqedoni, kështu siç janë, për fat të keq nuk janë të afta dhe kredibile për të marrë me raste të ndjeshme, siç janë këto që do të inicionte një prokurori speciale. Kryetari i gjykatës themelore Shkupi 1 Vladimir Pančevski vlerëson se një gjykatë speciale që do të merret vetëm me rastet që burojnë nga hetimet e prokurorisë speciale është i mundshëm vetëm me një vendim politik. I pyetur nga gazetarët për një mundësi të tillë, por edhe për vlerësim se sa gjykata që ai drejton është e pavarur nga politika, Pančevski ishte i prerë se Shkupi 1 është plotësisht i pavarur dhe profesional. Јас не сум тој што одлучува за такво нешто. Unë nuk jam ai që duhet të vendos. Ekziston ligj, kushtetut. Nëse dikush vendos politikisht ta formoj, do ta bëj atë. Sikurse u formua prokuroria speciale, ashtu mund të formohet edhe një gjykatë speciale. Gjykatësit janë plotësisht të pavarur, sidomos në gjykatën themelore Shkupit. Ju siguroj për këtë.
Dy të apostrofuarit kryesor për aferën Maxar Telekom, Ali Ahmeti dhe Vlado Buçkovski, kanë zhvilluar takim të paparalajmëruar për mediat në një restorant në afërsitë të Tetovës. Buçkovski konfirmoi takimin për televizionin Shenja, duke thënë se me kreun e BDI-s kanë zhvilluar kafe takim miqësor. Ai mohoi të jetë biseduar për aferën Maxar Telekom, edhe pse përbashkë të Ahmetit dhe Buçkovskit është pikërisht dëshmia Slobodan Bogojevskit në gjykatën amerikane, ku lideri i BDI-s dhe ish kryeministri i LSDM-s përmenden për mitmarrje. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti dhe ish kryeministri Vlado Buçkovski janë takuar sot pasdite në një restoran për skaj autostradës Tetov-Shkup. Ekipi i televizionit Shenja arriti në vend ngjarje vetëm pak minuta pasi Ahmeti dhe Buçkovski ishin larguar. Dëshmitar rastit të cilët njoftuan televizionin Shenja dhe ndodheshin akoma në vend ngjarje, thanë se takimi nuk ka zgjatur më shumë se 30 minuta dhe biseda e tyre është shoqëruar vetëm me një kafe. Këtë takime konfirmoi zyrtarisht për televizionin Shenja personalisht Vlado Buçkovski, edhe pse që të dy janë ndër më të përfolurit si të dyshuar kryesor në aferën Maxar Telekom, Buçkovski mohoi të kenë biseduar për këtë temë. Edhe pse ai aktualisht nuk ka asnjë pozicion dhe një kohë të gjatë nuk është aktiv në skenën politike, Buçkovski tha se me Ahmetin kanë biseduar për zhvillimet politike dhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Primat da treba više kafe pijenje. Ne baš je posebna pričina gdje se stari prijatelji razgovarate za sve što se slučava. Privatno razgovarate. Da li Maxar Telekom е една от темите? Не. Бидейки вашите имения беа спомнати за този случай така. Не, напротив, разговарате за темите koji se interesni za mene i za sve što se случва во Република Македонија. Да се izborite, očekovanjето tako što. Ndryshe në një dëshmi të lëshuar nga gjykata e New Yorkut, ish shefi i DSK-s maqedonase Slobodan Bogojevski thot se manjati grek Kondaminas, përveç ish kryeministrit Vlado Buçkovski, 5 milion euro nëpërmjet një ndërmjetësi në Tetov i ka dhënë edhe Ali Ahmetit dhe Musa Xhaferit. Mitmarrja thuhet se ka ndodhur në qeverisjen LSDM BDI, kur kryeministër ishte pikërisht Buçkovski. Ndrojmë temën e informacioneve. Ekrem Emurllahu nga Kumanova është i detyruar të përballet me varfërinë, kushte të rënda dhe sëmundjet të cilat e kanë kapluar. Veç asaj, Emurllahu një qerek shekull i kujdeset vetë për 2 fëmijët, të cilit i braktisin nëna pak pas lindjes. Ata janë të papunë dhe të pashkollë, me pak shpresa për ardhmëri. Emurllahu bën thirrje që t'i zgjatet dora kësaj familjeje që përveç shpresës ka nevojë edhe për gjërat elementare. Shtyll mbi të cilën është varur pesha e varfërisë dhe dhimbja e lotit të fëmijëve. Kështu është vetëm kryefamiljari Ekrem Emurllahu nga Kumanova. Një qerek shekulli vet baba e vet nën, vet burr e vet grua. Pin 5 muaj që ka jene se dinë në vet, bilëm se ka ditë, derisa ka punu, i ka bon 20 vjet. Kur i ka bon 20 vjet ka vet, bilëm as djali s'ka guzu me kallëzu se djali e ka ditë në bëna në vet pak, se e ka po kur ka hik. Se nona më ka dek, bramje, ajo natën ka hik, 12 natës, motrën e patar përsel, mu më dësiti anë deke, anë darsën, unë 300 miliard i marë pare. Bani e sot 3 persona ka 100 miliard, a mujtë është me jetu sot ditën e sotit. 2 fëmijët të cilët nëna i ka braktisur pa e mbushur një pranverë, janë të papunë, pa shkollë, pa plane për jetë. Ardhmëria e tyre ende nuk ka filluar. Çdo të prind e do të mirën e vllatit. Unë kur e shoh fëmijën tem pa shkollë, dhe çika kur më thot, djali ja, o çika kur më thot, papa, ba gjinne kilon pa shkollë, ku se do. Pa shande, Allah, unë jam mami me dik. Se di, maja. Inshallah, kur kuj si djasi se unë. 24 vjetë të rrinë me një sopa, së bjenë kërkush me më pas, e që së mbajnë malë kërkush. Ata nuk e dinë se që është sofra e mbushur, por janë dëshmitarë të zemërbardhësisë që buron nga buka e kripa. Vdekja është deserti më i mirë pasi sheh fëmijën duke u ngopur me bukë e ujë, thot kryefamiljari Ekrem. Unë e kam nu sofrën,
krypën e bardhë dhe kam në unë të mësi, kam qitë kryp të kuqe, edhe kur e kam marë, une e kam gji krypën e kuqe, Allah i njam, ka pa, edhe në të shofin këtë bota se shka pa thonë, kryp, jo mish, jo gjathi ato, une ato dekme janë të fëmija jam, kryp, bismillahirrahmanirrahim, e kam nuk krypën e bardhë, i kam qitë kryp të kuqe, edhe bismillah që ka jeme edhe gjalli kur e kanë gji krypën e kuqe, që ate kam thonë, e Allah, mish mërë ma shpirtin, në gjatë fëmija. Kur gjanë s'po du në këtë djetë? Ëndër, ka një shtëpi për vajzën dhe djalin. Kur gjanë se kishë në dasht, kur gjanë, veç që këtë shpi ditë dhomshe, e një kupatirë të këtë që ka jeme edhe djaljem, edhe ta din një kulm, një dhomë, edhe di dhoma një sopë, edhe një katë në ta bojnë. Jo, mungës po më duhet 5 katë, se një vorë e kam, një qefin e kam. 2 fëmijët e Ekrem Morllahut, djali Nuri Ahmed dhe vajza Mevlia, nuk u takuan me ekipin tonë. Kjo pasi babait tyre ishin harxuar parat dhe duhej gjetur një zgjidhje. Një dhomë dhe një korridor janë hapësira që ndajnë 3 antarët, ndërsa pjesa tjetër e shtëpisë i takon vëllezërve. Banjon e improvizojnë, ndërsa dhomë gjumi e kanë po atë dhomë ku kalojnë ditën. Ekrem Morllahu beson se mëshira nuk është zhdukur dhe se ka njerëz që gjendja e tij do t'i prek. Ai pret nga të gjithë dordhënësit që t'i trokasin në derë. Ka marrë flak fasada objektit e vënës dhe Elemit, falë reagimit të menjërshëm të njësit i zjarë fikës, zjarë është lokalizuar dhe ka shkaktuar vetëm dëm materiale. Në vlerësimin e tij të parë, kryetari i bordit të vënës Stefan Peter tha se dëm i shkaktuar materiale është shumë i vogël, por vlerësimet e para konkrete priten periudhën në vijim. Fasada e cila është në ndërtim e sipër e objektit të përbashkët të EVN-s dhe Elemit ka marrë flak. Sipas njoftimeve të para, zjarri ka rënë gjatë realizimit të punimeve, por falë ndërhyrjes së shpejtë të njësiteve të zjarrfiksëve, ajo është lokalizuar dhe nuk është lejuar të shpërndahet. Komandanti i brigadës së zjarrfiksëve në Shkup, Blagoja Menkovski, njoftoi se në operacion kanë marrë pjesë 6 automjetet të zjarrfiksëve dhe fatmirësisht nuk ka të lënduar as në radhët e tyre dhe as në mesin e civilëve dhe punëtorëve në objekt. Brzo ekspresno pristigojnë do sami od požar. Në arritjen e shpejt në vendin e zjarrit me njëherë është intervenuar. Vetë jeni dëshmitar se zjarri ka kapluar objektin nga kati i parë deri në krye, po për një kohë të shkurtër zjarrin e vendosën nën kontroll dhe shpejt u shua. Më rëndësishmja është se nuk ka të lënduar zjarrfikës dhe as personat që punojnë në objekt, nuk ka zgjerim të zjarrit në vetë objektin. Ekipi ynë i zjarrfikësve punën e vet e ka kryer në mënyrë profesionale. Kryetari i bordit të EVN Maqedoni u shpreh i kënaqur nga reagimi i shpejtë i zjarrfiksëve, duke thënë se ata parandaluan një katastrofë të vërtetë që kanose nga flakët që mori objekti. Sot kishte një incident në objektin që është në pronësi të përbashkët të EVN dhe Elem. Objekti u kaplua nga zjarri. Siç mësova unë, zjarri është shkaktuar gjatë punimeve në vetë fasadën. Nga zjarrfikësit përgjegjës u informova se nuk ka asnjë të lënduar dhe kjo falë reagimit të shpejtë të zjarrfikësve. Dua t'i përuroj zjarrfikësit sepse ata janë heronjët e ditës dhe ata parandaluan një katastrofë njerëzore dhe ndëmtim më të madh të objektit. Në vlerësimin e tij të parë, Stefan Peter tha se dëmi i shkaktuar material është shumë i vogël. Mirë po analizat e sakta për shkaqet e zjarrit dhe dëmin e shkaktuar pritet të bëhen sonte. Lëvizja Vetëvendosje ka bërë të ditur se mbrëmjen janë arrestuar 8 aktivistë e saj, ndërsa shumë aktivistë tjerë po kërkohen nëpër shtëpitë e tyre. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka akuzuar Rusinë se po keq përdor organizatat kurde të cilat luftojnë rreth kufirit të Turqisë. Vazhdojmë mëtej me zhvillimet nga rajoni dhe skena ndërkombëtare. Lëvizja Vetëvendosje ka bërë të ditur se prej mbrëmjes janë arrestuar 8 aktivistë, ndërsa shumë aktivistë tjerë po kërkohen nëpër shtëpitë e tyre.
Qeveria frikacakëve Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi, duke e parë që protesta e 17 shkurtit do t'jetë masive dhe fuqishme, po e vazhdon fushatën e përndjekjeve dhe arrestimeve të aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje, thuhet në reagimin e kësaj lëvizjeje. Sot herët në mëngjes u arrestuan në banesën e tij drejtuesi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Glau Konjufca, ndërkohë që në Vushtri policia arrestoi aktivistin Kasim Uka. Vetëvendosja kërkon lirimin e menjëhershëm të arrestuarve dhe ndaljen e menjëhershme të përndjekjes ndaj aktivistëve të lëvizjes. Aktivistët e arrestuar janë Fatmir Kurtaj, Frasher Krasniqi, Glau Konjufca, Kasim Uka, Kujtim Kosumi, Kushtrim Zeqiri, Pajtim Demaj dhe Skender Merturi. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka akuzuar Rusinë se po keqpërdor organizatat kurde të cilat luftojnë rreth kufirit të Turqisë. Davutoglu shpreh se Turqia është edhe shteti i kurdëve dhe mbrojtësi i tyre. Ai akuzoi edhe Rusinë se ka harxuar të gjitha bombat e tepërta në bombardimet në Siri. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka akuzuar Rusinë se të gjitha bombat që ka dashur t'i largojë nga inventari ushtarak i ka hedhur në Siri. Në fjalën e tij të mbajtur në takimin e grupit parlamentar të AK-partisë, ai ka akuzuar edhe organizatat YPG dhe PYD se janë shndruar në ushtar legionar të Rusisë dhe se nuk mbrojnë interesat kurde. Türkiye artık darbe anayasalarıyla vesayetçi bir anlayışla yönetilemez. Pyet veçanërisht pas tensionit të përjetuar mes Rusisë dhe Turqisë, duke bërë ushtar legionar me pagesë të planit rajonal të Rusisë, ka bërë prioritet të parë për të dëmtuar Turqinë. YPG pyet, në asnjë mënyrë nuk janë përfaqësues të kurdëve, nuk janë përfaqësues të Sirisë, por janë ushtar legionar me pagesë. Davutoglu u bëri thirrje fuqive të mëdha që të mos keqpërdorin kurdët në fushë betejën për qëllimet e tyre, duke porositur se Turqia është edhe shtet i kurdëve. 24. yasama döneminde yarım kalan çalışmaları Nga këtu bëj thirrje përtej Sirisë, përtej Irakut dhe kudo që askush të mos ngihet e të abuzoj me kurdët. Shteti dhe mbrojtësi, edhe ruajtësi i kurdëve është Republika e Turqisë. Davutoglu ka lavdruar edhe kryetarin e partisë kryesore opozitare CHP Kemal Kılıçdaroğlu, duke e shprehur se ai ka mbajtur qëndrim mbulushtetës i lidhur me zhvillimet me kufirin e Turqisë, të cilat kërcënonin sigurinë e vendit. Gjatë një operacioni të kryer ndaj pozicioneve të organizatës terroriste ISIS në qytetin Nangarhar të Afganistanit janë vrarë 42 pjesëtar të kësaj organizate. Në deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes së Afganistanit bëhet e ditur se në qarkun Achin të qytetit lindor Nangarhar, operacionet kundër ISIS-it janë duke vazhduar në mënyrë të intensifikuar dhe se në përleshjet e ngjalla janë vrarë 42 pjesëtar të ISIS-it. Në deklaratën në cilën theksohet se në mesin e të vrarëve gjenden edhe komandant të rëndësishëm të organizatës terroriste në rajon, thuhet se edhe 5 pjesëtar tjerë të ISIS-it janë plagosur. Në përleshjet e ndodhura në rajonet të ndryshme të vendit kundër talibanëve janë vrarë 12 militantë dhe është konfiskuar një numër i madh i armëve dhe municion. Çmimi i naftës në tregjet globale nuk do të ketë rënje të mëtejshme të paktën për një periudhë afatshkurtër. Dy vendet më të mëdha prodhuese të naftës në botë, Arabia Saudite dhe Rusia, vendosën të mos rrisin më tej prodhimin sikurse ka ndodhur gjatë muajve të fundit dhe t'ia mbajnë atë në kuotat e janarit. Vendimi u mor pas një takimi të zhvilluar në Doha mes ministrave të energjisë të Rusisë dhe 3 vendeve anëtare të OPEC-ut, Arabisë Saudite, Katarit dhe Venezuelës. Ndalimi i rritjes së prodhimit të naftës është një kërkesë e hershme e Venezuelës dhe Nigerisë. Këto vende po kalojnë aktualisht një krizë të rëndë ekonomike, të shkaktuar nga rënja drastike e çmimit të naftës, duke qenë se financat e tyre varen kryesisht nga eksporti i të ashtuquajturit RIC. Çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare ka pasur një rënje drastike deri në 70% prej vitit 2014. Në qershor të 2014-s, nafta arriti vlerën maksimale për $116 për fuqi, ndërsa aktualisht tregtohet me $30. Televizioni Shenja vazhdon të pasurojë programin me risi të ndryshme. Çdo të martë me fillim prej orës 19:35 na ndiqni me serialin komik më të ndjekur në të gjitha kohrat, Zyra për gjithçka. Me aktorët e mirënjohur për ju, Donat Qosja, Teuta Krasniqi, Ilir Prapashtica, Fatmir Spahiu, Fatos Kryezyu dhe Lyra Xhoci.
Në kuadër të skemës së re programore në televizionin Shenja, sonte starton edhe emisioni më i ri intervista me autor gazetarin Benjamin Arifi. I ftuar i parë është kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, generali i ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili përveç zhvillimeve në Kosovë, do të flet edhe për proceset në për të cilat kalojnë shqiptarët e Maqedonisë. Haradinaj do të përgjigjet edhe në pyetjet lidhur me ngjarjet në Maqedoni, me tekste veçantë, incidentin e 9 dhe 10 majit në Kumanovë, ku qenë të përfshirë kryesisht shtetas të Kosovës, disa prej të cilëve në të afërt pra edhe me partinë e Haradinajt, AAK-n. Kreu i kësaj partie zbulon edhe raportet e tij aktuale me liderët e partive shqiptare në Maqedoni, me cilët në periudhë të ndryshme kishte miqësi të afërt. Në intervistën e sotme Ramush Haradinaj flet edhe për ngjarjet e fundit në Kosovë, protestën e opozitës që do të mbahet më 17 shkurt në Prishtinë dhe shumë tema të tjera që tangojnë Kosovën, në veçanti dhe shqiptarët në përgjithësi. Emisioni transmetohet në orën 25 minuta. Këtu është edhe fundi edicioni qendror të lajmeve të nderuar shikues, ju falenderoj për momentin dhe mirupafshim.